Territori i Kosovës për datën 8 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira të pakta, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë dhe të thatë në shumicën e zonave përveç zonave jugore ku priten reshje të dobta shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 13 gradë Celsius, Pej 5 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 14 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 13 gradë Celsius,